Fjalët Red and Black nuk janë më inspirim vetëm për këngë. Këtë tani mund ta gjeni edhe në gjinse, madje edhe në trupat e bukur të këtyre modeleve. Kjo nuk është reklame ndonjë marke të huaj, kjo është Made in Kosova. Disa kreatorë vendor dhe të huaj u inspiruan nga ky simbol shqiptar. Bashkëdyzimi i ideve të tyre bëri që edhe Kosova të ketë një fabrikë të gjinseve, e cila do të sjellë modele trendy dhe kualitative në treg. E prapa gjithë kësaj ngjarjeje, e cila i dha ngjyrë të kaltër Prishtinës, është aktori Blerim Destani. Për herë të parë në Kosovë prezantohet domethënë një markë e re, jeans. Për dizajnin e jeansave përkujdosen 4 italian. Kanë bërë dizajnin dhe logon. Ka bërë një shqiptar nga Shkupi, nga Llimi. Si gjithmonë, në këto lloj projekte të mëdha, me shumë femra meshkuj përreth, jemi mësuar të shohim edhe Fadil Berishën. Ai është bashkëpunëtori i Blerimit. Kjo ideja se lidhi me Blerimin me kriju këtë linjë gjinzave, kjo është shumë e bukur sepse me lidh pak edhe Kosovën, as krijuat një produkt i Kosovës dhe për ty jashtë vendit. Emri Kuqezi dhe pastaj 217. Lidha pavarësisë. Kjo në dy lidhje shumë bukura, edhe një krenari e madhe se edhe moda, si pat modele, si gjithë këtë shqiptarë, gjëra më e bukur si u hap fabrika për punëson njerëzit popullin e Kosovës. Kjo është një hap shumë i bukur i parë, edhe inshallah shpresoj se gjithë tjerë vinë me sajna dhe hapin bizneset e vet. Dizajnet të ndryshme të gjinsave i bartën hiq më pak se 40 model dhe modele, ndërta edhe Angela Markni edhe Hasna Gjukic, të dyja këto finaliste në Miss Universe. Të gjithë ishin shqiptar, përveç njërës që tashmë e dini, edhe kjo është ish modeli Allu, e cila na është bërë si biber në çdo sfilat të organizuar nga Fadil Berisha. Ajo po e bën tashmë mbylljen. Pjesëmarrësit u fascinuan nga dizajnet e këtyre gjinseve. Christopher Dell, Krenare Rugova, Zakje Prelvukaj ishin vetëm disa nga të ftuarit e organizatorëve. Ishte një organizim shumë i mirë, me modele profesioniste, shumë bukura, presë domethënë kur bëhet shitja këtu në Kosovë në Shqipëri dhe patjetër do të një parë. Por edhe më të emocionuara ishin vajzat që mbanin këto gjinse në trup. Shumë bukur, wow, ta më në stili jem. Shumë thjesht për ditë për mbrëmje, mund shmi kombinu me gjana casual, shumë bukur, vetë gjithët janë për majtë. Vetë gjithët janë mjët. E në këto kreacione, përveç yjeve shqiptar, e gjetën vetën edhe dizajnatorët tanë. Veshjet e mia karakterizohen si veshje të sofistikume, po pak eci, pak me shije urbane. Farmerka të njëjtën kohë karakterizon veshjen urbane, kështu që besoj që edhe shpresoj që veshjet e mia kanë kombinu me
brandin e Kosovatik, se brandin veten Black. Me shumë knatësi kisha me bë kombinimin. Një promovim i tillë pritet të bëhet edhe në Shqipëri në tetor të këtij viti, për të vazhduar në New York në janar të vitit të ardhshëm dhe Berlin në muajin shkurt. Red and Black do të ekspozohet në tregun ndërkombëtar ku pritet të shiten në shumë prej 250 eurosh. E pastaj, to gjinse do të keni rastin t'i keni edhe në tregun tonë. Pak shtrenjtë, por jo gjithçka është Red and Black.